1. Kanceri i stomakut ndodh kur qelizat në mukozën e stomakut fillojnë të shumohen në mënyrë të pakontrolluar. Ai mund të zhvillohet ngadalë dhe shpesh nuk jep shenja në fillim. 2. Shenjat paralajmëruese. Dhimbje ose parehati në pjesën e sipërme të barkut. Ndjesi fryrjeje pas ushqimit edhe kur ha pak. Të përziera dhe të vjella, ndonjëherë me gjak. Humbje oreksi dhe peshe. Gjak në jashtëqitje, ngjyrë zezë e errët. Lodhje e vazhdueshme dhe zbehje e lëkurës. 3. Si vjen dhe çfarë e shkakton? Infeksioni me bakterin Helicobacter pylori. Dieta me shumë ushqime të kripura, të tymosura dhe të përpunuara. Pirja e duhanit. Pirja e alkoolit në mënyrë të shpeshtë. Historia familjare me kancer stomaku. Ulçerat që nuk trajtohen si duhet. Anemia kronike, mungesa e vitaminës B12. 4. Ushqimet që e nxisin. Mishi i tymosur dhe i konservuar. Ushqimet e skuqura në vajra të përdorur disa herë. Kripa në sasi të mëdha. Uji i ndotur ose ushqimi i ruajtur keq. Mungesa e frutave dhe perimeve në dietë. 5. Fakte që shumica nuk i dinë. Helicobacter pylori është një bakter shumë i përhapur që jeton në stomak pa u ndjerë, por mund të shkaktojë kancer nëse nuk trajtohet. Ulçerat e pashëruara mund të çojnë në zhvillimin e qelizave kancerogjene. Kanceri i stomakut është më i përhapur në Azi për shkak të stilit të ushqyerit. Në fillim duket si thjesht probleme me tretjen dhe kjo e vonon zbulimin. 6. Nga çfarë të ruheni? Fryrje e shpesh dhe dhimbje barku pas ushqimit. Urth dhe refluks që nuk kalon. Të përziera pa arsye dhe humbje oreksi. Të vjella me gjak ose jashtëqitje me ngjyrë të zezë. 7. Këshilla për parandalim. Testohuni për Helicobacter pylori nëse keni simptoma kronike. Ulni përdorimin e ushqimeve të përpunuara dhe të kripura. Pini ujë të pastër dhe ruani higjienën ushqimore. Hani më shumë perime me gjethe jeshile dhe fruta. Lini duhanin dhe kufizoni alkoolin.